نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderimet dhe lavdrimet të takojnë vetëm Allahut fuqiplot, atë më adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salatat dhe selamet tona qofshin për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për gjithë mbar muslimanat të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, sot me lejen e Allahut xhaleshanuhu do të flasim për njërin prej emrave të bukur të Allahut xhaleshanuhu, emër ky i cili është emri El-Baqi. El-Baqi rrjedh prej fjalës së gjuhës arabe beqa ose beqie, që do të thotë diçka që mbetet ose që ndron përgjithmonë. Ndërsa kur jemi tek emri i Allahut xhaleshanuhu El-Baqi, këtu kemi të bëjmë me një realitet shumë të madh, të cilin shpesh herë mendjet e njerëzve nuk mund ta kuptojnë plotësisht. El-Baqi do të thotë ai që mbetet përgjithmonë, ai i cili është pa fillim dhe ai i cili është pa mbarim. Ai i cili nuk ndikohet as nga koha dhe as nga vendi. Ai i cili nuk i nënshtrohet plakjes, dobësisë dhe vdekjes. Allahu xhaleshanuhu për ta qartësuar edhe më mirë na ka folë edhe në ajetin kuranor, në surën Ar-Rahman ajeti 26 dhe ajeti 27, ku Allahu xhaleshanuhu thot Bismillahirrahmanirrahim, kullu man alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Që do të thot, çdo gjë në tokë do të humbet, çdo gjë në tokë do të shkatërrohet dhe do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd plot madhështi dhe nder. Pra, ky ajet kuranor ishte thelbi i emrit El-Baqi, që do të thot ai i cili qëndron përgjithmonë dhe ai i cili është i përhershëm pa fillim dhe i përhershëm pa mbarim. Prej këtij ajeti kuranor dhe për këtij emri na nënkuptojmë një gjë ndryshe prej Allahut xhaleshanuhu, që jemi njerëzit apo jemi krijesat, që kemi një fillim dhe kemi një fund. El-Baqi është Allahu xhaleshanuhu i cili nuk ndikohet as nga vendi dhe as nga koha. Allahu xhaleshanuhu është i përhershëm pa fillim dhe Allahu xhaleshanuhu është i përhershëm pa mbarim. Parashtrohet pyetja, sepse Allahu xhaleshanuhu e emërtoi veten e tij me këtë emër. Nuk ka dyshim, të nderuar besimtar, se çdo emër i Allahu xhaleshanuhu është urtësi dhe është mësim në vete. Allahu xhaleshanuhu kur e emërtoi veten e tij me këtë emër El-Baqi, neve dëshiroj që të na tregoj se realiteti i kësaj bote është i përkohshëm dhe nuk është i përjetshëm. Allahu xhaleshanuhu përmes ajetit të cilën na e recituam pak më parë, dëshiron që të na thotë se unë jam ai i cili mbetem, ndërsa ju do të kaloni. Urtësia e dytë, sepse Allahu xhaleshanuhu e emërtoi veten e tij me këtë emër, është që të na tregojë neve që të lidhemi me atë, pra me Allahun xhaleshanuhu, dhe jo me krijesat e tij të cilët janë të përkohshme. Në qoftë se ne lidhemi me njerëzit, ata një ditë largohen. Në qoftë se ne lidhemi me pasurinë, ajo një ditë zhduket. Në qoftë se ne lidhemi me pozitën, ajo një ditë merret. Andaj, ai i cili nuk humbet kur dhe qëndron përgjithmonë është Allahu xhaleshanuhu. Zemrat tona duhet të jenë të lidhur me një lidhje e cila nuk zhduket asnjëherë. Andaj, është thënë nga dietarët islam se ai i cili lidhet me gjërat të cilat janë të përkohshme do të vuaj, ndërsa ai i cili lidhet me Allahun xhaleshanuhu do të gjejë qetësi dhe prehje në shpirtin e tij. Dhe urtësia e fundit, për të cilën Allahu xhaleshanuhu dëshiron që të na tregojë neve se pse e emërtoi veten e tij me këtë emër, është që veprat tona t'i bëjmë për Allahun xhaleshanuhu dhe mos t'i bëjmë për këtë botë e cila është e përkohshme. Në qoftë se veprat tona i kemi për këtë botë, rezultatin e tyre do ta marrim në këtë botë. Në qoftë se ne veprat tona i kemi për Allah dhe i kemi për ta fituar kënaqësinë e tij, atëherë duhet ta dimë se veprat tona do të mbesin deri në ditën kur do të takohemi me madhështinë e Allahut xhaleshanuhu wa jalla jalaluhu. Andaj Allahu xhaleshanuhu thot në ajetin kuranor Bismillahirrahmanirrahim, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq.
Çdo gjë të cilën ju e keni pranë juve është e përkohshme, ndërsa çdo gjë të cilën ju e keni për Allahun xhaleshanuhu ajo mbet për gjithmonë. Andaj çdo vepër jona, qoftë namaz, qoftë agjerim, qoftë sadaka, qoftë buzëqeshje, qoftë largimi i ndonjë pengese prej rrugës, çdo gjë të cilën ne e bëjmë vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu, padyshim se do të mbetet, do të ta gjejmë pranë vetes në atë ditë ku do të kemi nevojë më së shumti për ndihmën e Allahut xhaleshanuhu. Andaj e lutim Allahun xhaleshanuhu që veprat tona t'i pranon, zemrat tona të i udhëzon dhe të i përforcon në rrugën e tij. Edhe njëherë ju uroj këtë ditë të bukur të Ramazanit, Allahu xhaleshanuhu praноft agjerimin, walhamdulillahi rabbil alamin.